EU and Albania. It is my pleasure to introduce Danish Minister for European Affairs, Mrs. Marie Bjerre, the Commissioner for Enlargement, Mrs. Marta Kos, and the Prime Minister of Albania, Mr. Edi Rama. We will start with brief statements and then we'll open the floor for questions. Minister Bjerre, the floor is yours. Thank you. Today marks a major milestone in Albania's enlargement negotiations. With the opening of Cluster 5, all of the negotiations' 6 clusters have now been opened. Albania has put a strong effort into implementation Shqipëria ka bërë një përpjekje të fortë to the EU legislation. për reformat e harmonizimin Albania's progress in the negotiation is advancing. Bashkimin Evropian përjedhoi negociatat e Shqipërisë po vazhdojnë me një hap të qëndrueshëm. Grup kapitulli i parë u hap në shtator të vitit kaluar dhe vetëm brenda një viti janë hapur të gjithë grup kapitujt brenda presidencës daneze dhe kjo është një shpejtësi rekord. Ky gur kilometrik shërben si njohje e punës madhe që ka bërë Shqipëria drejt së ardhmës saj europiane. Angazhimi ndaj reformave dëshmuar nga qeveria shqiptare dhe populli i saj është vërtet mbreslënës. Raporti i zgjerimit nga Komisioni tregon se Shqipëria vazhdon të ecë përpara sa i takon themeloreve, sidomos për reforma në drejtësi dhe në luftën kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit. Hapi tjetër është përmbushja e piketave të ndërmjetme në kuadër të themeloreve. Ky hap do të përgatit terrenin për të filluar e të mbyllur kapitujt negociues. E inkurajoj Shqipërinë që të ruajë të vlut reformash dhe të nxit dialog gjithëpërfshirës politik. Zgjerimi është përparësi e presidencës daneze. Sot ne po japim një tjetër rezultat. Në qoftë se Shqipëria vazhdon në këtë drejtim me të njëjtin fokus, ritëm dhe cilësi që kemi parë deri tani, jam e sigurt që antarësimi do të arrihet në një të ardhmë shumë të afërt. Shqipëria i përket familjes europiane. Dua t'ju falenderoj kryeministër Rama për bashkëpunimin gjatë këtij 6 mujori. Është vërtet mbreslënëse se sa shpejt po jepni rezultate. Gjithçka mund të them është vazhdoni kështu dhe do të jeni pjesë e bashkimit europian më shpejt se sa vonë. Faleminderit. Faleminderit, komisionere. Sot është një ditë e veçantë, jo vetëm për Shqipërinë që përmbyll apo që hap të gjithë grup kapitujt, por edhe për bashkimin europian, sepse sot tregon se BE-ja ofron rezultate dhe mund të mbështetemi te Shqipëria në të ardhmen. Ky sukses nuk do të ishte i mundur pa angazhimin e patundur politik të Shqipërisë dhe nga angazhimi i fortë i të gjitha shteteve anëtare për të mbështetur resurinë e Shqipërisë. Jam mirënjoh se presidencës daneze dashur Mari për përpjekjet që ta bëni të mundur të gur kilometrik. Jemi të përkushtuar ta sjellim Shqipërinë bashkë Evropian, se që ju tha, suksesi i Shqipërisë është rezultat i punës së autoriteteve shqiptare me shoqërinë civile dhe me aktorë të tjerë për zbatimin e reformave të rëndësishme të BE-s. Është rezultati i qytetarëve shqiptar që kërkojnë ndryshim dhe i mbështesin këto ndryshime. Reformat e BE-s sjellin ndryshime në sistemin politik, në ekonomi, por po kështu edhe në shoqërinë shqiptare, duke bërë atë vërtet europiane. Përjedhoi, Shqipëria është shembulli më i mirë i fuqisë transformuese së zgjerimit. Kjo tregon se kur jepni rezultate ecni përpara. Ju jeni frymëzim për shumë në Ballkanin Perëndimor, për shumë qytetarë të cilët duan të shohin të njëjtën vendosmëri e ndryshim në vendet e tyre. Çelja e të gjithë grup kapitujve është një sukses i jashtëzakonshëm, por mbyllja e tyre është çmimi real. Në fakt, suksesi juaj do të përcaktohet se sa mirë, sa shpejt miratoni e zbatoni legjislacionin europian. Tani është momenti për të përshpejtuar, sidomos në fusha kritike si reforma në drejtësi, pavarësia gjyqësore dhe lufta kundër korrupsionit, të drejtat e pronësisë, çështjet e pakicave
mediave dhe liria e medias. Dhe hapi tjetër është që Shqipëria të përmbush piketat e ndërmjetme. Kjo nuk do të jetë për herë lehtë, ashtu siç ndodh me çdo vend kandidat, por ju i dashur Edi, keni diçka mjaft të fuqishme në favorin tuaj. Mbështetjen më të gjerë publike të gjitha vendeve kandidate, më shumë se 90% e shqiptarëve shohin të ardhmen e tyre në BE. Punoni me të gjitha ata, me opozitën në parlament, me shoqërinë civile dhe me sektorin privat, dhe kjo do të jetë garancia më e mirë për të ardhmen e Shqipërisë e suksesin e saj. Komisioni do të vazhdojë të mbështetë e t'ju këshillojë në përballimin e sfidave të antarësimit të Bashkimit Evropian. Roli ynë është të sigurohemi që Shqipëria është mirë përgatitur kur të bëhet antare. Jemi të përkushtuar, jam personalisht e përkushtuar t'ju mbështes të ndërtoni një të ardhme të begat për të gjithë shqiptarët në shtëpinë e tyre në Bashkimin Evropian. Faleminderit komisioner. Kryeministër, fjala është për ju. Kush do ta mendonte që do të ishim këtu sot, duke çelur të gjithë grup kapitujt vetëm pak kohë më parë. Ishte diçka që dukej e pamundur dhe ishim në pikën ku pëmsoheshim me sprapsjet e me ato grushtet në stomak, por unë besoj se i gjitha i rrugtim në bëri më të fort, në bëri më të vetëdijshëm për të gjithë atë natyrë të jashtëzakonshme të gjithë këtij procesi dhe na bëri më të pjekur. Ja ku jemi sot këtu. Me atë që ishte vetëm ëndër, pak më tepër se një vit më parë është transformuar tashmë në një plan pune, një realitet për të cilin e me të cilin duhet punojmë në jetën tonë të përditshme. Pa fjalë formale apo protokoll, dua të falenderoj me gjithë zemër dy persona të jashtëzakonshëm në të majtën time, Mari dhe Marta. Marin për transformimin e fjalëve të presidencës daneze në vepra kur vjen fjala për zgjerimin, duke mbështetur e duke inkurajuar për të ecur përpara edhe Marta që është kampione e procesit të antarësimit të Shqipërisë e po kështu të gjithë Ballkanit Perëndimor. Me zjarë me një vullnet të fort që na bën të gjithëve të ndihemi për plot energji dhe në borxh në qoftë se nuk realizojmë në kohën e duhur. Nga ana tjetër, jam absolutisht i frymëzuar nga të gjithë këta muaj dhe nga mbështetja e fortë që procesi i zgjerimit apo procesi i ribashkimit të Europës po merr. Do bëjmë gjithçka kemi në dorë për të ecur përpara me të njëjtin intensitet, me të njëjtën disiplinë dhe me të njëjtën punë të madhe për të dhënë rezultate e për të siguruar që ky procesi përbashkët që po e ndërtojmë gur pas guri së bashku me partnerët tanë këtu në Bruksel dhe me partnerët tanë në shtetet anëtare të mos ndalet. Ç'të thuash më shumë? Sot Shqipëria del me krenari nga kjo fazë e parë, e madje me një ndjenjë edhe më të madhe përgjegjësie, ashtu siç tha Marta, ne nuk përfaqësojmë këtu
parti politike apo vetëm një pikpamje politike. Përfaqësojmë këtu një komb të tërë që mbështet si askush tjetër Bashkimin Evropian dhe antarësimin në Bashkimin Evropian. Më shumë se sa 90% të qytetarëve tanë. Jam i sigurt që ata shumë pak që janë në këtë përqindje shumë të vogël që mbetet, thjesht s'do kenë pasur, s'do ketë qenë ditë e mirë në momentin që është bërë sondazhi, sepse vështirë të mendoj ndonjë shqiptar që mendon se antarësimi në BE nuk është ideja më e mirë dhe nuk është horizonti drejt së cilit duhet të synojmë për hir të fëmijëve tanë. Për ta përmbyllur, dua të shtoj se qoftë ajo mënyra e fortë e ajo e butë me cilën jemi përballur, na mësuar një gjë shumë të rëndësishme. Kur mos merr asnjë gjë të mirëqenë në Bruxelles. Kur të buzëqeshim, shijoje, po mos e merr të mirëqenë, mund të t'ju zhduket nga fytyra sa hape mbyll syt. Kështu që vazhdo, puno fort dhe përgjigju në çdo rrethan me përulësi e me rezultate. Këto dy gjëra janë ato gjëra që këta njerëz vlerësojnë më shumë. Dhe siç e kam thënë me mentorin ton nga njëra anë komisionin dhe të urtët nga ana tjetër shtetet anëtare, jemi në duar të mira, në qoftë se nuk harrojmë asnjëherë që në fund të fundit është puna e duarve tona që ka rëndësi, jo për ta, po për ne. Jo për komisionin apo shtetet anëtare, por për popullin shqiptar dhe brezin e ardhshëm. Faleminderit edhe një herë Mari, faleminderit Marta dhe një falënderim mjaft të madh të gjithëve atyre që ishin me ne përpara se sa të vinim në këtë konferencë shtypi. E vlerësojmë shumë dhe do të bëjmë gjithçka që të jemi për herë aty ku duhet të qenë, bazuar në një plan për të përfunduar këtë fazë të parë duke përmbyllur bisedimet e antarësimit brenda 2027-s e të hymë më pas në fazën e mbështetjes politike e të antarësimit të plotë. Edhe një herë, më ndaloni sepse në të kundërt nuk kam ndërmend të ndalem së thëni faleminderit, 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 faleminderit. Faleminderit Kryeministër. Tashmë është rada e pyetjeve. Ju lutem niseni duke u prezantuar kush jeni nga vini. Faleminderit. Denata Shkodrani, televizioni publik shqiptar. Shqipëria ka hedhur një hap historik në këtë proces. Dua të di çfarë mesazhi keni për qytetarët shqiptar, për faktorin politik dhe për ata skeptikët për shembull. Faleminderit. I don't know who is skeptical, no. Nuk e di se kush është skeptik. 9%, no. 9%? Mesazhi që kam për qytetarët e Shqipërisë është se kjo është fal gjithë punës tuaj. Ne mund të ndihmojmë, nuk jemi krah jush, por jeni ju ata që po jepni rezultate. Dhe në momentin që keni marrë statusin kandidat, është përgjegjësia juaj, duhet të jetë angazhimi juaj për të pasur sukses në rrugtimin evropian, por në të njëjtën kohë është përgjegjësia dhe përkushtimi i Bashkimit Evropian, Komisionit dhe shteteve anëtare.
difficult to be positive Nuk towards është e your vështirë country që t'jesh because pozitiv you kundrejt deliver. vendit tuaj, And, sepse you know, ju if we jepni would need a rezultate. case Nëse do të na what duhej actually the EU një accession process rast is, se we just have to çfarë look, to është your country. procesi i It is antarësimit about bashkimit the evropian, transformation. duhen hedhur syt nga And vendi it juaj. is Ka të about bëjë me the transformimin, strong leadership. ka të bëjë me një udhëheqje të fortë. In Edi Rama, you have a leader Tek who is Edi not Rama looking keni back një in the udhëheqës i cili and nuk i looking kthehet for the së shkuarës excuses why për të something gjetur cannot be done. pretekste o justifikime pse Dear diçka Edi, s'mund you are the bëhet. leader I who is dashur looking Edi, in the ju future jeni udhëheqësi që and sheh për nga e finding the ardhmja dhe gjen solutions for the zgjidhje existing challenges we all për together sfidat have. And ekzistuese something me more. cilat përballemi të We gjithë have dhe heard diçka today tjetër at më the shumë. IGC Sot that, dëgjuam në the konferencën alignment of ndërqeveritare Albania with që the harmonizimi i European Shqipërisë foreign and me security politikën policy e is jashtme 100%. e sigurisë In bashkimit this evropian është geopolitical 100%. situation, Në këtë we situatë really geopolitike need na duhen partners we can vërtet rely partnerë on, të and të Albania cilët is mund të one of them. mbështetemi To dhe the Shqipëria është një prej tyre. skeptical, you know, if you Për have ata the që janë result that skeptik, 100% në qoftë se of the do të people kishim of rezultate që Albania 100% are e for the qytetarëve EU shqiptar membership, I will janë be në skeptical favor because this të is like in the antarësimit old bashkimit communist evropian, times. atëherë do të isha skeptike se it's do të ishte always njësoj si good to korat have komuniste people më who parë. are Është mirë skeptical të kesh njerëz or që to janë ask skeptik. questions, and we still have now a lot Apo of që bëjmë time, pyetje. also during our Dhe communication natyrisht që campaign, that kemi we, edhe shumë kohë talk to gjatë those, fushatës tonë të komunikimit to those, që people, and also to the citizens flasim in the me ata njerëz e European po Union. kështu edhe me qytetarët në I will Bashkimin finish with Evropian. this. Kështu që Albania, do ta mbyll just me go këtë. on. Shqipëria We are preparing a vazhdo home for you kështu. in Europe. Ne po përgatisim një shtëpi I want për to ju say në that Europë. this today is a Dua të them huge këtë. milestone Sot for është një Albania. gur We have jashtëzakonshëm now kilometrik opened për all Shqipërinë. Kemi negotiation çelur të process gjithë with grup Albania. kapitujt të And the negocimit reason me why we Shqipërinë have dhe done arsyeja so pse kemi is bërë këtë because Albania is also është sepse delivering. Shqipëria And po this is kështu the ka dhënë proof of it. rezultate dhe kjo është Albania prova. has had a Shqipëria strategic focus ka on një fokus accession to the strategjik EU and also the për antarësimin në BE, e po about kështu EU, edhe për komunikimin në raport me BE-n brenda vendit. Tashmë që kemi parë rezultate, gjithë grup kapitujt janë çelur. Unë besoj që është një frymëzim i jashtëzakonshëm edhe për vendet e tjera kandidate. Nëse një vend kandidat jep rezultate, atëherë do të marrë mbrapsht rezultate. Por më duhet të them po kështu që mbetet shumë punë për të bërë përpara. I kemi çelur tashmë të gjithë grup kapitujt, por tashmë vijnë negociatat dhe me shpresë edhe mbyllja e grup kapitujve. Ka shumë punë dhe do të ketë pengesa rrugës dhe do të jetë e vështirë dhe unë shpresoj që të ruani motivimin sepse ky është një moment e brukulmor. Ka kaq shumë vende anëtare që po shtyn, po inkurajojnë për antarësim. Ky është momenti sot sepse është edhe në dobi të vendeve anëtare aktuale të BE-s që e tërë BE-ja të ecë përpara me zgjerimin. Pra nuk është vetëm Shqipëria që bëhet më e fortë me antarësimin e BE-s, por edhe BE-ja bëhet më e fortë me Shqipërinë si pjesë e tij. Pra, kjo është një pikë kulmore, shpresoj fort që ta ruani këtë gjë. Faleminderit. Besoj që pyetja për skeptikët nuk ka të bëjë me ata që janë skeptik në raportin me BE, por ka të bëjë me ata që janë plotësisht të përkushtuar dhe të dashuruar me BE-n dhe kanë pyetje, pikë pyetje për ne, për BE-n, a do të ndodhë vërtet, a është reale, a do të marrim më në fund atë për cilën kemi ndëruar për kaq gjatë, apo do të kemi edhe një herë një periudhë si më parë. Po këtu dua të ndalem për një sekond dhe të them Dërni vitet që po punojmë së bashku e gjatë të cilave po luftojmë të ecim përpara dhe me të gjitha vështirësi, me të gjitha sprapsjet, me të gjitha shpullat e grushtet, në qoftë se do nxjerrësh nga panorama Bashkimin Evropian dhe do të mbash në këtë panoramë mua qeverinë, shqiptarët që bëjnë më të mirën e tyre, a do të ishte Shqipëria ajo që është sot? Jo. Ky proces na ka ndihmuar në mënyra që
Në të kundër do të ishin të pamundura, I may sound sepse pathetic or mund të tingëlloj patetik whatever you apo want to call it, but quajeni si të doni. it is like going to school. Por është njësoj si and, të shkosh në shkollë having to struggle and having to be dhe told that you have të to duhet të improve mundohesh e and having to be të told that thonë you që have to duhet come back again përmirësohesh because your e të exam duhet is të not thonë që enough, duhet të vish prapë and se so on and so further. provimin se ke bërë But at the mjaftueshëm e end, kështu me radhë, por në if fund, you don't në give up qoftë and se if you nuk heq continue dorë, to persist, në qoftë se vazhdon you me win. këmbë ngulje, fiton. And what Albania and Ajo çfarë the Albanians win in Shqipëria this e process shqiptarët is something fitojnë nga beyond ky the proces clusters, është beyond the diçka chapters, që beyond shkon the përtej formal grup kapitujve, accession itself. e vet antarësimi They win and we formal. win Ata country fitojnë, that ne functions based on fitojnë një institutions that vend i function cili based on bazohet rule of në law, that institucione function që based on funksionon në bazë të shtetit të së all drejtës, që the funksionon standards bazuar në and të gjitha principles that make standardet the dhe parimet EU që i countries bëjnë so vendet admirable. e BE-s kaq So, të admiruara. I would say that yes, the Do last ju thoja po, year has been viti amazing fundit ka qenë because it's been jashtëzakonshëm rewarding. sepse ka qenë But shpërblyes, without por the previous years that were pa vitet not që i rewarding, paraprin, although, të cilat we worked nuk ishin hard, shpërblyese, edhe this pse year would not punonim have come. fort, and ky nuk do të kishte ardhur. being skeptical Ndaj të is jesh not a bad skeptik thing, nuk është gjë e keqe, but should not stop us por from nuk duhet working të na ndalë every hour, që every të minute punojmë to make it çdo happen. orë, çdo minutë And last but not për ta bërë least, yes, realitet. we Dhe s'fundi në radhë, por jo nga have a rëndësia, majority po. like in communist time. Ne kemi një shumicë si në kohërat It was the same komuniste. in the Ottoman Ishte Empire. njësoj edhe në perandorinë osmane. Because Sepse we are loyal to empires. Ne u jemi besnik And this is perandorive. the first empire we want to be E with. kjo është e para So that's why perandori this me cilën duam të jemi. Ndaj, Is different not in kjo numbers, shumicë but in është the ndryshe, essence. jo vetëm në Because, shifra, por në thelb të saj. Yes, we have been Sepse all in with the Ottomans, with the ishim Soviets, të with the gjithë kokë Chinese, këm pas osmanëve, pas sovjetikëve, pas all in kinezëve, by por imposition, not by choice. kokë këm This one, për shkak të is all in by imponimit, choice. jo me zgjedhje. And Kurse that's kjo why tani Maria është me understood zgjedhje. Ja pse Maria that there is no e escape from kuptoi Albania. që nuk i shpëton That's why dot everyone is understanding. Shqipërisë. Ja pse të gjithë Better po they get us e in kupton because we will shumë mirë, not, më mirë të na we will marrin stop brenda them to the end. se në qoftë se jo do t'i përndjekim So if they deri want në to get fund. rid of us, they Kështu have që to get us në in. qoftë se duan të na heqin And then qafe, we'll have duan të na our- marrin me vete our dhe pastaj do të normal kenë dimension, which të is gjitha far dimensionet smaller than tona myself. normale So, që janë shumë të vogla thank se you, sa and, unë. thank you again Faleminderit, to faleminderit everyone. edhe një herë të gjithëve. Thank you. Are Faleminderit. there any more A questions in the ka room? pyetje të tjera në sallë? I don't see any, so Nuk shoh but before pyetje të concluding, tjera. I am Për told para that the se sa Commissioner ta has përmbyllim, Yeah, I would më love to thuhet have që a last word komisionerja before we close this press ka diçka. conference. Po dua të I flas would një like fjalë të to fundit add para a se ta personal përmbyll word të of, konferencë shtypi. congratulations. Dua të shtoj ca fjalë Opening personale all për 6 gëzimin. clusters in Çelja 13 e të months. gjashta grup This is also kapitujve the në strongest 13 possible muaj statement of është your personal deklarata commitment, më dear Eddie. fort e angazhimit tuaj personal i dashur Edi. We are both children from a region Jemi të dy where fëmijë the të një taste of rajoni freedom ku has shija e defined lirisë our path. ka And when we përcaktuar first met last rrugtimin December, tonë. Dhe kur jemi you takuar brought me herën e this fundit gift, vjetorin e kaluar, më a solli të decorated dhuratë. Coca-Cola can, Një kanaçe and it dekoruar came in a box Coca-Cola with the që inscription, vinte në një kuti "Once me upon a mbishkrimin. time, Një it herë një was the kohë most cherished gift, ishte even when it dhurata came empty." më And what's more, e it has gëzuar your edhe kur ta jepnim design bosh. Dhe çka është më printed tepër on ka it. So edhe this is your work. skicimet tuaja To të celebrate this printuar aty moment, sipër, pra është puna juaj. we have now turned your Për ta gift in the celebratory cake. Kremtuar këtë moment, All of kemi us kthyer who dhuratën grew up on tuaj the communist në një side dhuratë of the Iron Curtain, remember feste. what a Të gjitha ata mysterious prej thing nesh që janë Coca-Cola rritur was. pas perdes I was hekur, të reminded dinë se of this çfarë when I gjë read the misterioze book ishte We All Coca-Cola dhe Know më Free kujtua by the një Albanian writer Lea libër There që is a lexova passage nga where Lea two Ypi, Albanian Free. families Dhe ka got një into a bitter fragment fight ku dy over an familje empty shqiptare Coca-Cola nxien can. paksa për një The book brings kanaçe Albania's bosh last Coca-Cola. 40 years Libri to life, i illustrating sjell në the jetë human 40 vite cost fundit of shqiptare reforms duke and the ilustruar challenge of building
democratic përfshirjen e institutions reformave dhe and sfidat për democratic ndërtuar traditions. institucione demokratike dhe It tradita shows how demokratike. far Tregon you have come. Let us sa make sure larg freedom keni will ecur. stay Le të with your sigurohemi people, që a free liria Albania të in free qëndroj Europe, dhe qytetarë me and this is popullit the tuaj job në Shqipëri we e lirë, në expect Europë you të lirë, to finish, dhe kjo është dear puna Mr. që ne Prime Minister, presim që dear ju të Edi. përfundoni, i dashur And now kryeministër, we i can eat the dashur cake. Edi. We should E celebrate tani more, mund so të 6 hamdetor, open duhet të cluster, festojmë edhe all më of the shumë. cluster 6 open, grup it is kapituj të something to hapur, të celebrate. gjithë kapituj të hapur Congratulations, është diçka për të kremtuar urime në Shqipëri. Thank you. When it comes to Faleminderit. when it comes to Marta, clusters and chapters kur and vjen fjala për benchmarks grup and kapituj, all për this kapituj, neurotic për stuff, piketa, e për you gjithë can to surprise us, gjërat but when it neurotike comes to mund të na gifts and habisni, to por kur sweets, bëhet you fjala can't. për dhurata e So për let me ëmbëlsira, add something that nuk is e bëni missing dot. there. Kështu që më lini të shtoj diçka që Bring- mungon aty. Silleni ju lutem. And it's not orchestrated. Dhe nuk është e orkestruar. So this is the Albanian Nuk e dinim. autochthonous wine. Kjo është vera autoktone shqiptare me etiketën e skicuar prej meje. Një është për ju, And the other one is for Marie. e tjetra për Marin. And this one is for me, of course, because Kjo I'm është- over 60. Për mua, natyrisht, sepse jam 60 vjet. I think it's not fair to blow Do the të candle without pryeni qëririn? Marie and Adea to come. Do t'ishte e padrejtë që të fryej qëririn pa Majlindën dhe Adean këtu. You blow the candle. You are just sick. Efrin, ti qëririn. And now we need the Viking hands. Tani na duhet dora e një vikingu për ta prerë. Faleminderit. Amazing. We take it home. Shkëlqyer, do e marrim me vete. Po, kështu duhet të jetë. Faleminderit shumë. Ah, you are keeping the knife. Apo e mban pikën. Për fazën Keeping the tjetër. knife for us to not forget that Po e there is mban always a pikën knife. që ne të mos harrojmë që ka gjithmonë një thikë aty. Thank you. This is so good. Yeah. Thank you.